Alba Story prezanton. Përshëndetje. Unë që po ju flas, jam në pension. Jam 67 vjeç dhe po e shty jetën i qetë këtu në fshatin tim. Fshati ynë është i vogël, aq sa i numërojmë shtëpit me gishta dhe kemi vetëm 2 dyqanet e vogla ushqimore. Në dyqanin e parë punon një plak moshatar me mua, një burr i ngrysur që as mirëmëngjesin nuk ta kthen si duhet. Kurse në dyqanin tjetër, aty punon një vajzë 29 vjeçe. Ajo sapo ishte ndarë nga burri dhe ishte kthyer në fshat për të jetuar e punuar aty në dyqan. Ishte e bukur, e pastër, e mbajtur mirë. E kuptohet që unë, si çdo burr, kisha qef të shkoja të blija aty te dyqani i vajzës. Çfarë të shkoja tek plaku tjetër e të shihja suratin e tij të vërenjtur. Kështu që çdo ditë e kisha bërë rrugë. Blija buken, merrja ndonjë pako kafe, pak djath dhe e zgjasja muhabetin. Kjo vajza më respektonte pafund. Sa më shihte tek dera, më bente vend. Më nxirrte një karrige plastike, nga ato të bardhat që i mbante për vete. Ma pastronte me leck dhe më thoshte: "Ulu e pusho pak se je lodhur." Pastaj merrte një kuti me lëng frutash, ma mbushte një gotë dhe ma vinte përpara. Aty e filloni muhabetin. Unë nuk kisha se çfarë të bëja në shtëpi. Shtyja kohën si pensionist që jam, e ajo nga ana tjetër mërzitej vetëm gjithë ditën në dyqan, se në fshat nuk ka shumë lëvizje njerëzish. Rrinim nga 2 orë duke folur. Flisnim për kohën, e për fshatin, e për jetët tona. Ajo kishte shumë të nevojshme të fliste me dike që e dëgjonte pa e gjykuar për ndarjen e saj me burrin. E gjithçka po shkonte kështu, me respekt e muhabetet e gjata, derisa një ditë, kur dyqani ishte bosh dhe jashtë bënte vape madhe, vendosa ta ngasmoja pak me fjalë. Po e shikoja tek rregullonte ca rafte me biskota. E veshur me një fustan deri tek gjunjët, e i thash: "Dëgjoj," thash unë, duke e parë drejt. "Si ja bën ti tani? Ti je e re, je plot jetë. A nuk të mungon prania e një mashkulli për ato nevojat që ka çdo njeri?" Ajo ndaloi së rregulluari raftet. Mendoja se do të skuqej apo do e merrte për keq, por ajo ishte e zgjuar. U kthyen nga unë, mbështeti duar tek banaku, me pa drejt në sy, dhe pyetjen ma ktheu me pyetje. "Po ti," më tha, "si ja ki bërë gjithë kësaj jete? Je 60 vjeç dhe si e martuar asnjëherë. Si ja ki dalë?" me pyeti ajo. Unë qesha lehtë, i thash me qetësi: "Unë e kam kaluar jetën time duke shetitur lule me lule." E ajo bëri një buzëqeshje djallëzore, mori një rrotull letre për të fshirë banakun dhe më tha: "Edhe unë dua të ndërroj lule. Dua ta provoj prap, por në këtë fshat nuk po e gjej askund." Atëherë e hodha grepin përfundimisht. E pash thellë dhe i fola me atë zërin tim të trash: "Nëse je e interesuar, unë jam pak si lule e vyshkur tashmë, por të siguroj që jam akoma lule me erë." Vajza 29 vjeçe qeshi më të madhe, i shkëlqyen syt.
Nëse nuk gjej ndonjë lule të freskët rreth e rrotull, me tha ajo duke mbyllur pak syrin, do provoj edhe lulet e vyshkura. Pse jo? Me tha ajo duke qeshur dhe duke ma bërë me sy. Muhabeti mbeti aty. Unë ika në shtëpi, por e dija që fjala ishte lëshuar dhe fara ishte mbjell. Tani prisja çfarë do të korrja. Ato 2-3 ditët në vazhdim, kur shkoja në dyqan, nuk e hapem atë bisedë, por kishte shumë emocion të madh mes nesh. Kur ajo me jepte lëngun e frutave, kësaj radhe, kur ma jepte goten, gishtet e saj e mbanin goten pak me gjatë në dorën time, e unë ja ndjeja atë ngrohtësinë. Por edhe kur flisja, ajo nuk me shikonte më në sy. Shikonte se çfarë shqiptoja në buzët e mia. Nuk ishim më vetëm shitësja dhe pensionisti. Tashmë ato ditë ishim sikur 2 njerëz që prisnin një moment. Ndoshta do të prisni dhe do të mendoni që e ftova në shtëpi, apo që i thash të shkonim diko. Jo. Gjërat më të ndezura ndodhin aty ku nuk e pret njeri. Pas fiks 4 ditësh, në një pasdite, njerëzit ishin futur brenda nga vapa dhe shkova unë tek dyqani. Ajo porrinte mbështetur tek dera e një dhome të vogël në fund të dyqanit, që e përdornin si magazin për të mbajtur mallrat. Sa më pa u kthyen nga unë. Si e kishim atë muhabetin e lulës së vyshkur, me tha ajo me gjysmë zëri, sepse ajo e pa që unë se kisha ndërmend t'ja hapja përsëri atë bisedë. Ehi, thash, unë kam pritur që t'ma përmendesh mjaft kohë, ka disa ditë që vi vetëm për atë punë, por ti nuk e hape atë bisedë e asun s'ta përmenda më, i thash pa zgjatur fare. Lash kesën që kisha në dorë aty tek dera, e lash edhe atë karrigen e bardhë plastike dhe u ofrova. Ajo nuk qëndroi tek banaku. U tërhoq mbrapsht me hapat e ngadalt dhe u fut në magazin dhe ma bëri me dorë që të shkoja. Unë hyra pas saj. E brenda ishte pak rësirë sepse dritarja ishte e mbyllur nga ca kuti kartoni. Ndjehej era e miellit dhe e kutive të mbyllura. Ajo kishte vazhduar të este deri në fund të magazinës dhe ishte ulur mbi ca thas që ishin aty. Ishte pak më poshtë se unë, e më shikonte me disa shikime që i ndjeva deri në palc. Ata sytë e saj po me tregonin qartë që i mungonte shumë. Tensioni yt zgjidhej ndryshe. Unë si një burr në moshë duhet të veproja. U ofrova më shumë ngadalësi, e ajo po qëndronte ulur mbi ato thaset duke mbajtur frymen. Bëra një hap dhe ula duart e mia dhe ja kapa të dyja faqet që t'ja ledhatoja. E pastaj, ajo me sytë mbyllur, unë ngrit drejt meje. Zgjati qafën e saj, e unë i ofrova buzët e mia, duke e puthur tek fyti e tek qafa, e pastaj putha edhe buzët e saja. Ishte një puthje aq e qetë e aq e shtruar dhe mjaft e ndjerë. Nuk pati kafshime apo nxitim, thjesht buzët e mia të ftohta si të një burri të moçëm që gjeten buzët e asaj vajze 29 vjeçe në errësirën e asaj magazine fshati. Zgjati disa minuta ajo puthje, e ajo i hodhi 2 duart e saj të buta rreth qafës ime duke me tërhequr lehtë poshtë.
Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.